Në një botë ku gjithçka ndryshon me shpejtësi, Aleksandër Tafili ka zgjedhur të qëndrojë besnik ndaj saj që i jep jetë çdo ditë, dashurisë për lulet. Prej më shumë se 20 vitesh, ai nuk është thjesht një kultivues i bimëve, por një njerëz që me pasion, durim dhe përkushtim ka krijuar një oazë të vërtet ngjyrash dhe bukurie. Shumë vite më parë punonte me materiale ndërtimi, biznes që la më njëan për t'ia përkushtuar luleve, diçka për të cilën thotë se është mjaft i kënaqur. Po mbush gati 20 vjet. Për mua është nuk do ta quaj punë, po është e veçantë. Është biznes që mua sa më del gjumin mjes, unë duhet të vi me vrap të lulet. Aq e veçantë është, unë kam pas biznes më para kësaj me ca materiale ndërtimi, me gjithë të tash, po jo, nuk mundet. Me këtë kam gjetë vetëm. Po thotë që çon 5 edhe mbyll në 10, 11, tash në beardha, në dimër më shpejt, kuptohet. Shumë i kënaqur. Ka interes nga qytetarët për lule? Po. Çfarë kërkojnë më shumë? Duan ato sezonale? Jo. Sidomos lokalet njëre, këto hotelet kërkojnë lule shumë shtrenjta dhe të mira. Do dalë do shikoj ka ndonjë problem për ujin, për sëmundje që bëhet prekatja. Janë sezonale, me fjalë si aty sezonale, tash marrën kjo lule, fillon luleja tjetër. E lule vjeshtës, e lule dimrit, e lule bearit. Kështu që s'mund të përcaktoj dot sa lule para ka qenë shumë, të them drejtën, si prekse. E kam shoqëruar lulen ku më ka ikur në ambientin im, po thoshe deri tek stacioni tren me sy dhe thoshe o perni. Si fëmijë? Si fëmijë, origjinal fëmijë. E duan dhe shërbimi si fëmia, e duan të gjitha si fëmia. Shitja e lules së parë, një moment që Tafili nuk e harron kurrë. Lulja është si fëmia, thekson, ndërsa fakti nëse ky përkujdes për lulet krijon xhelozi në familje, Sandri e kalon me qeshje. Ben ndonjëherë nga familja xhelos që ju tregojnë më tepër kujdes për lulet sa për familjen? Jo. Çdo lule që rritet në duart e tij është një dëshmi e punës, përkushtimit dhe dashurisë për natyrën. Nga lulet më të zakonshme te bimët më të veçanta dekorative, Aleksandri u jep jetë me profesionalizëm dhe dashuri, duke kthyer hapësira në vende plot gjallëri, aromë dhe harmoni. Për të, lulet nuk janë vetëm zbukurim, janë pjesë e jetës, janë qetësi, gëzim dhe frymëzim. Çdo petal, çdo deg dhe çdo ngjyrë mbar një histori të vogël dashurie dhe kujdesi.